Përshëndetje. Në këtë video do të mundohemi t'ju ndihmojmë për instalimin e programit të komunikimit pra Skype-it. Skype-i, siç është i njohur, është njëri ndër softverët më të mirë për komunikim me të tjerët. Pra në fillim duhet që ne ta shkarkojmë Skype-in. Shkojmë në internet, në webfaqen zyrtare dhe shënojmë për shkarkimin e këtij softveri. Pra shkojmë në webfaqen zyrtare. Neve na duhet që ta shkarkojmë këtë softver për Windows nëse jemi në Windows, apo edhe në Linux do ta përzgjedhim se për çfarë sistemi operativ jemi ne duke përdorur. Pra e shtypim për shkarkim dhe fillon shkarkimi. Në këtë rast ne duhet ta presim deri të shkarkohet programi në mënyrë që të kemi mundësi ta instalojmë. Por me që unë e kam të shkarkuar, nuk do harxoj shumë kohë për shkarkimin e këtij softveri, por do filloj me njëherë për mënyrën e instalimit. Atëherë, këtu e kemi pra programin e shkarkuar dhe e hapim për instalim. Në këtë pikë duhet të zgjedhur gjuhën që dëshirojmë ta instalojmë. Në këtë rast ne po e lam gjuhën angleze dhe vazhdojmë me next. Vazhdojmë me continue. Dhe tani më veç fillon instalimi i Skype-it. Në këto momente veç u instalu ky program tepër i rëndësishëm për komunikim. Nëse kemi adresën e hapur, ne shënojmë emrin e adresës dhe nëse nuk i kemi, atëherë shkojmë dhe hapim një adresë të re, pra krijimi i një adrese të re. Ju uroj suksese.